fundi vitit 1944 dhe fillim viti 1945 po paralajmëronin fitoren përfundimtare të forcave aleate mbi fashizmin. Luftës së dytë botërore po I vinte fundi, ndërsa fuqitë e mëdha tashmë po e ndanin botën në dy bloqe, në lindje dhe në perëndim. Në Ballkanin e trazuar po krijohej e ashtë quajtura Jugosllavi e Titos, vazhdimsi e mbretërisë serbo-kroato-slovene. Në këtë raport forcash, Shqipëria dhe shqiptarët pos që u falën kampit sovjetik, po coptoheshin e po ricoptoheshin edhe një herë. Vetë shqiptarët, si jo histori, ndahen në aspirimet e tyre. Lëvizja partizane me Enver Hoxhën në Shqipëri dhe Fadil Hoxhën në Kosovë, që ideologji pati komunizmin e vllazërim bashkimin e barazin e popojve dhe lëvizja nacionaliste për Shqipërinë etnike udhëhequr nga Shaban Polluzha, Mulla Idris Gjilani e krerë të tjerë. Këta dy krah s'arritën të pajtoheshin përkundër takimeve e përpjekjeve. Kështu, fundi I fashizmit në Europë, në Kosovë dhe toka tjera shqip solli një luftë të re, luftën për liri dhe bashkim kombëtar. Tërpeza, ky vend banim burra shepik. Kjo cop, atë dhe që krahas Drenicës së Shaban Polluzhës, Karadakut, Gollakut e Gjilanit të Mulla Idrisit, u bë vatër e luftës për Shqipërinë etnike. Ky vend që lindi Hysen Tërpezën, komandantin e vullnetarëve të lirisë, e kishte provuar të ishte Shqipëri, ndaj spajtohej dot me ideologjinë komuniste, vllazërim bashkimin dhe çfarëdo lidhjeje tjetër posfqinësore llavët. Tërpeza është prej 4 vllazëve: Cakaj, Balaj, Hajra edhe Syla. Jonën Berisha edhe Quqa thonë është jartë, na e dim që është jartë, këta thonë si jenatartë, na e dim që është jartë edhe Quqa. Dëshmori për 878 në visyrës të Bëtrikës Bislin Sakiqi. Do më thonë kanë filluar gjitha periudhat shajnë konë deri në 1945. Hyseni u konë komandant të shtabit përgjithshëm për mbrojtjen e kufeve të Shqipërisë etnike me bashkë luftetarët e tij: Bafti Tërpeza, Haki Tërpeza, Ahmet Tërpeza, Hajrullah Tërpeza, Hajriz Teza, Emin Tërpeza edhe Ejup Tërpeza. Ejupi është I Shnaviqe, do më thonë Syla I Pasha o Thirr, I Shabanaviqe, Emini edhe Hajriz janë lagjës Quqave, Qelçkaj. Bashkëpunëtorët e Hysenit më të afërmit u konë Bafti Rashid Hajdari, Hajrullah Martezi, Haki Idrizi, Ahmet Ibrahimi. Truproja e ka pas Bafti Rashid Hajdari në Saqip Karrani edhe kur u konë kryetar në komunën e Pazharanit, ata ka pasur në uniformë fotografitë e tyre. Hysen Tërpeza ka pasur me Barjoq Gjaklin, Adem Vlla, Hasan Alijen e shumë shokë të tjerë. Nuk kanë mujtë me bo marrëveshje, se ky e ka lyp më konë komunist, po më konë në Tiranë e jo në Beograd. Për bashkimin e trojeve, më konë një Shqipëri etnike, jo 6 shtete. Tita kish pasqit një fjalë, një njeri që I ka durët e pasra, duhet më kthy në shtëpi se nuk e prej kërkosh. Atëherë Hysen Tërpeza I ka mbledhur të gjithë luftetarët e lirisë në vendin e quajtur Rivadhi Kupinës dhe ju ka marrë fjalim, ju ka thonë: "Vllazën, kush do me nejt në tre, kush mos do me nejt në tjes, secili e di vetveten, mos uni na mu qafi Hysen Tërpeza." Për takimeve që Hysen Tërpeza zhvilloi me Fadil Hoxhën dhe krerë të tjerë të lëvizjes komuniste në Kosovë, nuk arritën të merren vesh. Si rezultat, ai me vullnetarët e tij për të mos lejuar zgjerimin e forcave partizane vendos të sulmoj Ferizajn, ndërsa pak më vonë Mulla Idris Gjilani do të sulmoj Gjilanin. Kur venu majnë në Tërpezë, I thonë të rafshinat e stanica e policisë e konë atëku, që aty kanë marrë qëndrimin, janë konë mbi 2500 vetë, vendizojt, edhe ju nisën me 1 dhjetor, 1944 I kanë rrë Ferizajt. Për Tërpezës ka pas shumë punë piceki do talë që janë pak mangat, o konë gjithë që ta shaj përmena, Baftia, Hajrulloj, Ahmeti, Hakia, ka pas Regjepe, Jupe, du më thonë Tërpezës konë 33-4. Këta kanë pas fitu luftën në Ferizaj si patin qitë peshkirat e barë sërbët edhe ishin konë pas dërzu. Deri kanë orë brigadat për Gilanit. Kur kanë orë brigada e Abdullah Prishes, tesha komtare, flamurat komtar, e të nuk konë patriotike, aja konën për me I të rëthu që ata njerës, atëre ka orë një shumisë e madhe partizanve edhe I kanë thy këta të në gjëndërzu. Që aty u vrama Rëmbajrami me 1 dhjetor,
1944 në luftën e Frizajt. Në luftë Frizajt, ai e ka mojt aty kur kisha e katolikëve në bit, aty të ne ka rok me të relozë e ka këput. Pas mos suksesit të luftës në Ferizaj, luftëtarët e hysen tërpezës në male, në beteja të vazhdueshme, në luftra dhe rënje të vazhdueshme. Me 10 maj, nëse ka boshet që do, për që ashtu është, u vro Ejub Salihi në fshatin Zlatar, ball për ball me Partizan. Ka qenë me Fazilin një kohë të këteri se ka thonë ai që me Belgrad për me shku, ka thonë me Belgrad jo, pa me Prizren dhe me Shqipni. Jo në mëno, pinesi që këmë të kry pushkën, që me ty. Jo më shku me në Zerbobën, se kanë pas në njëm për në qatë brigadë, tha e kanë maru, borën edhe kësë e kanë pas maru, po nuk e lejuën me orë. Këtu, tha i ka ra me shkelëm, të prapë, a i tha u rëthu më orë. O konë të këtëni në dhomë i armatusën. A ka pas shkollën në Serbia, si ka pas të 4 vjeqarën. Me shku në Zlatar me vetë ka dojë. Se çfarë lufte ka bo një njeri. Mas më omi, për mos më zoni gjallë, se 2 pluma i ka pas. Një ka pas në skjetër, 3 qitë bumë. Edhe një ka pas në barkë. Aja në shkuën, nuk e ka njënë me nëzirë. Me një gjyshe më shkuë, e gjyke ko. E shtinë shumë dorën të e dikon të sëtë, e ka urën të sketë një gore që i ka 2 gurë të mërt aty, shkruan aty, që kundra okupatorit. Më 29 tetor 1945 do t'jetë një ditë e kopshme për luftëtarët e Tërpezës dhe Hysen Tërpezën. Në 29 tetor 1945 u vro Fazle Hajdari për ndryshe Agja Jon. Të njëjtën datë u plagos për vdekje edhe i vllai Hysenit Adem Said Alia. Me 27, me 28 tetor kena bërë luftat mëdha në për Tërpezë. I na kon të lodhën, kur kena dalë me 20 orë, në qujtër Lugi Bojashkav, i na ullë të gjithë për me pushu. I na kon të lodhën ma shumë për bukë se pi luftës. Fazlia kish pas zanat edhe tharakën kukër shpinës, kur përshajke edhe e ka një tukën të kërësit. Partizan shtabën e këshin pas të në prosesh. Qetra brigade kish pasën në Slakov të Rajm Rashiti. Komandant e kanë pas Slaf Masleshi në Sëdovinës. Fazlia e ka një tukën dhe ju ka thonë, thot, u rrëthekum. Këta i kanë thonë, unë gjonë të kalojnë se i në të ljath krejt. U qunë kom, i ka pa partizant në dërtim Slakov që të valla e krisa luftë. Këta i kanë thonë, ma, se i në të ljath në të kalojnë. Marë thot që të madhë njëm të parë në ngrikt pushjes. U qësin të i kanë arë ngatë, kur ka arë ngatë, sefte ka vra komisari me gjithë kali edhe 6 partizan tjerë. Një shqiptarë konë mesin e tyre me emrin Hajriz, Islam Hajrizi, ka bërtit në atë flak pushës, ka thonë, o, mësë më vraj bre, thëtë se jëmë shqiptarë. Jo, thë bërë zotëris, kena dalë me vra shqiptarë, jeshta për Serbi jemi të lindëna. E kanë zonat shqiptarë, gjallë, kanë marrë dokumenta që e ka pas me veti, nuk ka, oga thëke, nuk muj me thonë beras gjësore, asë një orë jena rrëtheku në Trianë. Jashta gryken e Persedelit e kena pas qelë. Lufta ka kërsi, ma Lazez ishë më shefë mazgurve, edhe kër ju kena afru nga atë, ka bërtit një zatë madhë, thëtë, qumë bre shqiptarë burë me burë dhe në mjekdan, atëre Fazlia sa kjo fjallë i ranë vesh edhe qumë kom. I ka thonë shkave del, bre shkave shines ku je, jënë qumë balë për balë të dy push kanë kërsit për nere, shkave në ka rënë kry, Fazlia ka rënë gjyks edhe ka në rënë tokë. Si mas fëllet babës, ta kom shku në kom e ndur, ju kom afru gjë jo vësnat, edhe kom zonë të gjallë. Ranasi i shkon të ju kanë flak, 2 buma i ka pas në Ranas, ja ku mjek Ranasin, ja ku mjek bumat, më ka thonë vrajë më së më letë të gjallë. Vrajë më thë se ty të bëj halal. Dashti Zotit dhe lëshej shpirti. E ku mund në shërvete, ja ku më qitë për ftyre, kur jam drejtu, partizanët vesh 3 rana ishin kanë rrëthu, ne kanë rrëtheku me bumat Fazlijës, e ka thuj frontin. I mora tha do buma aty, ish pon straj saj, dhe fat. I puta që buma, pështova dha. Shtiri shkon me rok plumi, bafti je po të ka të zaj që do. Edhe ja kam sy me u bashkan gjitë forsa luftaroket veta, 4 pluma i ka pas në tesha, 1 ka pas në kaposh, 5 në trup se ka prek as një. Edhe kur ka shku, mojet Persedelit, u taku me Hysenin, edhe i ka kalzu, Hysen Tërpezës kur shploti si ka pa kur përves se qatë dit që u vro Fazlia. Shka kanë bo partizant, e kanë morë Fazlin, e kanë mërgu në Kerë, e kanë pru në Pozhëran. Kur e kanë pru në Pozhëran para gjamiës, Pozhërani asnjë nuk e ka prenu se kështë ky njeri. Një për ty në thetë, qënë për Tërpezë, se kjo është i Tërpezës. 3 ditë e kanë mojtë në Pozhëran,
mas 3 dite e kanë hypë me një kerë. Në këtë qiflau keni në ataku në gjenozën e Fazlijes. Nëna thonë e njofta edhe Janisa po kaj, një partizan më afru. Tha ka zë kush o kë njeri. Thonë e njofta konotin po zguzesha me prenu, se nuk për një, pse po kaj. Po kaj thët për fatin e thmive që jam të ditë këni të në qu. Atere ka marrë Altin, ja ka shtin gojë dhe ka thonë, ose ka zë ose vajte me këtë thmive. Rëm të një. Nëna Juseni, Lazemine, ka kësy pikerit në to. Ka shku të gjenozja Fazlijës, të rejeri kam shoftyrës dhe ka thonë, o Fazli o birë, halalt kov gjini i nonës Rabi, se ki liftu së kur burët me push në dorë, e jo së kur këta qena me gro edhe me thmi. Shkali ka sjell, atë edhe i ka thonë, ka zëthët kuj ki Juseni. Po thët bërën ta moj shkon që ta mole për mi tërpjes, lifta me burra e ju me neve. E prunëm, e i shkon vra në presedel, e vlavjat e kanë brojtat, e ka rujt, se i shkon pak gjallë, pak, e këta qërtë jenë në bajt, jenë shku në Slakafës. E kë ka nejtë tëri që i ka dalë shpirti. E kanë qu shpicërimit, kanë shku me amaruarën e Gjep Shabani, Jakub Azizi, Tefik Arifi, Murat Naliqi. Kur kanë shku të vorët, disa komunistat të Serbë dhe Shqiptarë, nuk i kanë leju me amaru vorën në mesën e vorë, por e kanë qitë 50 metra largë vareza edhe kanë shtinu dhe. 25 vjetë a i vorë u konë i dalonë se në atë ko që si të rëtërë. Me 29 tetor 1945 beteja e Tërpezës është e shënune në histori. Aja ditë u konë me fështira për familjet e tona. Qa ditë u vra Fazli Rashid Hajdari, qa ditë u plagos për vdekja Adem Sa Italia, qa denit, qa ditë shpia Baftijës, qa ditë kanë marë 6 familje në kanë qunë në burgjit e Gilanit. Edhe a ditë a i kanë marë syrgën, krejt rap të basit Bafti, dë basit Fazli, dë basit Hysen, ta jetit, ta Irullajt, ta Akijës, që e për me të Minquqës. Po vetëm se jemi familje balista, për që se në kur gjo. Në morë gjyshin, Selimin, gjyshin Nuri, dhe nona Rifadia, Ola Nagjia, nona Mustafës së kone. Ajo konë 10 vjeqare, unë jem konë 1 vjeqare, 12 muj, hala pa i ba 11 muj. I kumë pas, në kanë marë në borg. Në burgjit e Gilanit, mas shumë të kanë anet pa buksa në 1 vjetë të gjyshim konë atere, veç që mas shalëve të nonës po shkaj. Mas plaki o konë në Lim Mërtezi, me këtë familjen e vetë. Aisha ka mujtë dishka, buks ka nësë. Kush ka mujtë me pru dishka në e bukë kalamojtë, kush ka pru vështirë kanë shumë, kena vujtë shumë, pa hongër, pa pi, edhe tha hinë kërë një thike kuj keni bura, pëse s'pe bini këtu në dini që në zerën. Kena qëmru, thëni farfjallë së kur mosa në tërves. Në kanë që në burgën e Gilanit, në kanë mojtë këtë troç, ka pasë pionët Gilanit shumë, i fshatrat Gilanit pas, mrena 100 vetë, jemi konë me një ndërtes. Këtë atë troç kemi fjerë, konë edhe gruja më lajtë dridit me të qikë. Në kemi net aty mujë që në borgë, 5 mujë 2 javë. Pe atyt në kanë që të një Ferizaj, kemi net 2 javë, 3 gati në Ferizaj. Tani pe atyt në Lshun neve. Burgu, djegjet e persekutimet si presion që vullnetarët e lirisë të dorëzoheshin nuk prodhoi efekt. Ndaj, partizanët torturojnë e pushkatojnë burra e të rinj që në Tërpez, si hakmarrje, detyrim e presion për t'u dorëzuar apo për t'u larguar nga dheu. Qunë 5 Serbë, prej Novoselës kanë marrë në Tërpez, kanë shku e kanë marrë misimin, e kanë marrë Saqip Mërtezin, Saqipi u konë ri 16 vjeqar, edhe kur ka dalë në natina, ka thonë nuk e kom aerollojnë këto. Mirë, thët binaj Saqipin, po Saqipi thët fëmijët qa për ju vynë. Saqipi në atë kohë ka dalë, minëran për joshta edhe kanë marrë, për Saqipit kanë marrë dhe kanë marrë. Ale e gushin, haki Hajdarin edhe kanë shku te Ajet Hajdari. Ajeti ka dalë, e kanë në armën në gjyks edhe kanë marrë për para. Do me thonë, Ajet Hajdari ka shku me një kom math, një dath edhe pa ka posh një krye, e kanë shku në Pozhëran, 8-5. Në natina, ju ka shku për mrapa deri të qeshmja, kur e ka pa duna, o këthuj edhe ka ra me dymqyk pushke edhe ka qitë pa vedin tokë. Kanë qunë në Pozhëran, i kanë mojtë një kohë, me thonë 2-3 orë, ma shumë se kanë mojtë të njëtin ditë, edhe me shku për rrugë kryesore, nuk kanë mujtë, e kanë laku udhën në mjetë Pozhëranit, mjonë në Ngoshiz, në viti kanë qenë botë në të negatë,
rejtore konë shqiptar, pa dhënë vi Saboj i kanë mori kanë qunë Gjilan. Me 6 januar 1945 këta i kanë bërë Gjilan. Takimi dhe përpjekja e fundit që forcat partizane të afrohen me forcat e Ysen Tërpezës ndodhi në Tërnil të Ferizajt. Në të vërtetë ky takim ishte më shumë urdhër që luftëtarët e Ysen Tërpezës dhe vetë ai të dorëzoheshin. Ali Shukria, Shefqet Peqi, Shaban Kajtazi edhe Bogoljub Nedelkoviqi kanë marrë në odën e Rahim Grajincës në Tërnil. Edhe kanë shkruar një letër për me ia çuar Ysen Tërpezës në mal, për më dorëzuar. Atëhere Rahim Grajinca e ka pas gjarin e tina, u konë brigadë me Ysen Tërpezën brem Tërnila. Nuk ka guxu me marrë s'disa, atëherë fuqia e bën atë vetën, e ka marrë, po kush më kanë shkuar kanë marrë Qerim Leskosin, Yseni e ka pas edhe shok, edhe mik. Ato, Shaban Kajtazi e kanë shkuar në mal. Kur kanë shkuar në mal janë taku me Ysenin, edhe kanë thonë kena orë me të thirrë, se janë të thirrë dy burrat të fortë që përfaqësojnë dy shtete. Thot Ali Shukria përfaqëson Beogradin, a Shefqet Peqi e përfaqëson Tiranën. Ju e thotë unë nuk vi, unë jam të luftu kur e sot me arë me ta me bisedu, thotë nuk më me arë. Shaban Kajtazi quhet thotë Ysen Tërpeza, ishte na kena besë, për shka s'po vjerë. Yseni të i kështë pasar kja fjallë e ronë, thotë ju thotë unë më pastus që shadol me luftu kuna 20 milionë. Edhe ju ka thonë, kush është me mu që nuk konë. Kresë shok janë që për nere, i ka zgjedhë 7 mirët vetë, në rënd, po i ka marrë kurit e vetë. O konë Herullah Tërpeza, Bahti Tërpeza, Ahmet Tërpeza, Tuf Dubova, Cien Gilani, edhe abori i konë plot me partizan. Kuna pa neve ata u qudete, në atë armatues në terenën, po partizan s'kishin pas dhije. Në odjen konë Shefqet Peqi, Ali Shukria, Shaban Kajtazi edhe Bogoljub Nedelkoviqi. Ka dollë Ali Shukria nder e ju ka thonë mirë se erdhë zotëri Tërpeza. Përgjigjët të të mirë, kanë hi mrena. Nder të odës i kalon ka dy rejtare. Nder u konën Bahti Tërpeza me Ahmet Tërpezën edhe 2 serbë. Kur kanë hi mrena në odë, Ali Shukria ka thonë din bol të gjakit. Yseni ka thonë nuk muj me dalë, se nuk e kumë fitu alo shtetin tem. Edhe i kanë prish pak shkret aty, dikur e kanë dalë komunistat në qash, këta kanë mirë të dera. Kur i ka thonën Ali Shukria, dërzëv, ma mirë bje se lufta ka përfundu mo, Gjermania ka kapitulu. Edhe Amerika Moskva me unimu Yseni thot, po dërzëna, po ta di ku po jetë Kosova. Thot, s'ka rëndësi ku jetë Kosova, ndesh me Beograd, ndesh me Tiranë. Thot, më janë avllaznu me vllazën e serbë. O Ali Shukri thot, nuk po vjen keq për Bogoljubit, që për na shkep cigare se ky e ka për interesat e veta, po për vjen keq ti si shqiptar. I duhesh ta dish që shka vëllai nuk bëhet kurrë. Po ka marrë një ditë që historia ka më zgjiku. Shefqet Peqi, zotëri Tërpeza thot dërzov ndesh me ta fal jetën. Yseni, kush je thot ti që fal jetat njerëzve? Thot dërzov se edhe thiri shokët e tu në të vinë këtu se përndryshe ti piktuit nuk del. Atëherë s'ka bën një dy e ka çu dorën në alti e ka nxjerrë e ka shtin ngro fytyrë Shefqet Peqit. Dhe ka kthy kryt kadera keq shok janë kon gatshëm. Si mas fjalëve të babës tem dy rejtar, ta kena desh për meni, ja kena marrë armët, i kena shtin nëd, Ali Shukria u dërzu edhe ka inë në mjet dy parëve. Edhe u ka drejtuar Ysenit me këta fjalë, thotë, "Ama thot zotëri Tërpeza, pash flamurin që i lufton për ta, në le dorën se ku më të çu aty ku të ku marr. Me besë ku marr, me besë ku më të çu." Këta janë bajt, kanë dalë ka qoshi, këta komunistat i kanë qitë kadera, ka dalë nder, ju ka bërtit të gjithë aty në partizanëve në gjuhën serbe mirë na. Thot jena të i marë, i kena marë, e kena një qu ku i kena marë. Me besë i kena marë, me besë i kena qu. I kanë marë për ra, Shukrin, Shefqet Peqin, Shaban Kajtazin, Bogoljub Nedelkoviqin, terin molet e Mirashit. Kur ka shku në skajt molet, Haki Idrigi ka desh mikro 8-4, po nuk e kanon Ysenin dhe Bahtia, thot jo se jes me tërthar, dhe ju kanë bashkëgjit forcat vetë. Në rrethana të tilla, Ysen Tërpeza dhe luftëtarë të tjerë të lëvizjes për bashkim kombëtar shohin në lufta kishte mbaruar. Ata tani marrin rrugën vështirë të syrgjënosjes, duke u shpërndar gjithandej botës. Me 29 tetor, 45, dita e fundit u konë në molet e Tërpezës. A ditë edhe vllai Ysenit u plagos Adem Said Alia. Për vdekje, ka dek mas 14 ditën në Ndërnagllov. A ditë i kanë shku molet e tona, kanë lëtë e Karabit. Kur kanë shku në Ndërnagllov, ka net 14 ditë, mas 14 ditë ka dek Ademi. Baris Gjakli edhe Adem Glavica i kanë qu fjallë Ysenit hajde nismi se s'kena më këtë në vend, se hypi komunizmi në fuqi. Yseni ju ka thonë, nuk muj, semin e kom para vdekjes. Ata e njës një ditë për para, po këta kanë mërja 5 një ditë për para atyne.
Si ka dhe akademi, e kanë vorros, edhe me 15 nëndor, 1945 e kanë shu Kosovën, ja kanë mësy Greqijës. Komunistat e Jugoslavijës edhe të Greqijës e shumë pas marrë vesh në vetë. Edhe kër i ka shtin atë kampin e madhe atë kërën kanë, si ka i detë kishës, ja rrëthku nuk onë në zetë, këshin paspun vendim me Euronatën edhe me vra krejt. Hajrëllahi ka qenë, ish konë në qytet edhe kish pas diktu. Kur shkën të shpia, aty du më thonë në falë, ndërtesën thët e lëshojmi, stërse sonte ka në më kallë krejt kanë më në vra. Ta na si na shqiptarë, dikush, se Hajrëllahi ka 24 vjetë nuk ka pas më shumë. Homërë thë shka dy këthmi, edhe nuk e kanë. Po aga Gjelia, ka met aty, Umerlia ka dalë për aty. Kur e bos autin një të natës, sefte ja kanë lagë, rrëth e për zidin me benzin, ja kanë shti flakën edhe ka kërsit luftët. Aty në ka metë Halil Idrizi i vranë si dëshmon në Greqi. Nga Greqia, luftetarët e Hysen Tërpezës kalojnë në Turqi, pastaj në Itali, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani e Angli, ku përsëri organizohen për të ndihmuar bashkimin kombëtar. 66 vjetë jeni me Amerikën, edhe vorët të tona sot i kena në Amerikë, e në Gjermani e onë në Evropës. Hajrëllahi Baftia, Ahmeti jenë vendosë në Gjermani për Italijës. Hakia dhe Huseni kanë shku në Amerikë. Edhe Hakia nuk e kalshu Amerikën, Huseni e kalshu kalujtë herë në Gjermani, herë në Amerikë. Në Tërpez, familjet e mbetura patësotët e shtëpisë, graje të pardhmëri. 3 familjet kena metë në rrugë, familjen e Husenit edhe të Ahmetit, e ka morë Jakub Azizi, e ka shumë shpejt vetë, neve në ka morë Qëri Majdare. Afër 8 vjetë kena bërë të qërimi, dimit kena fjetë në artë love, verës kemi fjetë në koridonalt. E konë pikanashër, pak që ngosht. Familjen Husenit dhe të Ahmetit e 4 vjetë për Azizi. Mas 4 vjetë i ka morë Ali Arifi, edhe aty i kanë bo 4 vjetë, u bo në 8.